Aleanca Kuqezi apelon të gjithë shqiptarëve që nesër më shumë se kurrë t'i demonstrojnë të gjithë kombeve të tjera mikpritjen dhe traditën shqiptare, pavarësisht bindjeve politike apo besimit fetar. Mirë se vjen o ati shenjtë, në atë dheun e Gjergjfishtës dhe më mëdheun e Nën Terezës. Eja dhe lumturoj ata që në dekada u vranë dhe u burgosën, për shkak të besimit në Zot dhe në liri. Eja dhe plotsoju atyre shpresën dhe pritshmërinë që Vatikani të njohë shtetin më të ri në Europë, Kosovën. Aleanca Kuqezi uron Papa Franceskut një vizitë të suksesshme në misionin e tij historik dhe i uron mbar besimtarëve katolik një të diel të madhërueshme, me atin e shenjtë mes tyre, e ku në këtë të diel do të uronim që në rreshtat e asaj meshe historike të mos kishin vend ata politikanë që shkatruan kisha dhe xhamia, që vranë besimin dhe shpresën e shqiptarëve, ata që ekzekutuan figurat më të shuara të klerit katolik shqiptar.